Rikthehemi në ditar dhe përsëri mbetemi të fokusuar tek ajo se çfarë po ndodh në Kosovë, atje ku sot ka qenë edhe i dërguari special i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, zoti Sorensen ka dhënë disa mesazhe edhe ai, sikurse të gjitha palët janë të ndërgjegjshme si nga majoranca edhe nga opozita se ky bllokim i institucioneve, i funksionimit normal të shtetit të Kosovës nuk mund të zgjas pafund, ndonë afate të caktuara kushtetuese nuk ka, dhe Albulena Xhiu duket se mbetet emri që mban peng këtë marrëdhënie dhe mungesën e votimit mes opozitës edhe majorancës. Lëvizja Vetëvendosje nuk heq dorë prej emrit të saj dhe këtë e ka bërë të ditur edhe Albin Kurti, pavarësisht qëndrimit që me cilin u has një ditë më parë teksa dilte nga salla e kuvendit, ai i refuzimit të gazetarëve të përqendruar për balti sa kohë një përgjigje prekosh për gazetarët nuk ka. Me zotin Lulzim Veliu i bëjmë një analizë të gjithë situatës në Kosovë. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Veliu, jemi përballë faktit që 5 raunde janë të dështuara. Këtë të premte shkojmë drejt raundit të 6, po ashtu pritet të ketë rrjedhën e 5 seancave të shkuara. Mbetet realisht se zonja Xhiu dje u shfaq përpara mediave deri diku edhe e prekur, e quajti një gjuhë seksiste atë me cilën i drejtohen vetë asaj apo emrit të saj, duke thënë që është krenare për veten edhe për punën e bërë edhe në qeverisjen e zotit Kurti si ministre e drejtësisë. Është realisht emri i saj që mban peng këtë proces apo është thjesht një moment që po shfrytëzohet nga Albin Kurti? Jo, unë nuk mendoj se emri i zonjës Albulena Xhiu është ai që mban peng kuvendin e Kosovës. Unë mendoj se peng i kuvendi i Kosovës është peng i numrit të votave të pamjaftueshme të lëvizjes Vetëvendosje për të krijuar qeverinë, dhe kjo e shtyn atë që deri në momentin që të arrijnë numrin e mjaftueshëm për krijimin e qeverisë të shtyjë me kryetarin e parlamentit, pasi zgjedhja e kryetarit të parlamentit nuk ka limite të caktuara, pra mund të shtyhet në pafundësi nga 48 orë, dhe kjo është ndoshta një nga lëshimet ligjore që i ka kuvendi i Republikës së Kosovës, e në këtë rast edhe kushtetuta, ndërsa në momentin që të jetë zgjedhur kryetari i parlamentit, të jetë konstituar parlamenti me organet e tij, pra kryetarin dhe me kryesinë e kompletuar, me mandatimin e përfaqësuesit për kryeministër, atëherë kemi numërim mbrapsht dhe kemi afatet e limituara të cilet i cakton kushtetuta, dhe atëherë do të jenë të detyruar që brenda afatit 3 javor të votohet apo personi i zgjedhur për krijuar qeverinë duhet patjetër që brenda 3 javësh të krijoj shumicën, në të kundërtën mandati ka lënë te forca tjetër e radhës. Pra, unë mendoj se e gjithë lëmshi që është duke ndodhur tash, gjithë këto shtyrje që janë duke ndodhur tash, është vetëm shkaku që mungesa e votave të shumicës parlamentare në këtë rast lëvizjes Vetëvendosje. Pra, unë nuk e di se si po e mendojnë ata që të kemi dhe të gjitha ankesat e tyre shkojnë kundrejt opozitës. Unë në tërësi nuk e lë vetëm lëvizjen Vetëvendosje si një shkaktar të gjithë këtij kaosi apo të gjithë kësaj zharditje, se pjesën e fajit të saj e ka edhe opozita, mirë po e ka në raport me numrin e votave të fituara. Unë e shoh shumë të paarsyeshme një subjekt politik i cili është forca e tretë parlamentare në këtë zgjedhje dhe në refuzon në njërin anë bashkëpunimin, pra refuzon ftesën e dërguar nga zoti Kurti dhe lëvizja Vetëvendosje, pra po flasim për lidhjen demokratike të Kosovës, kurse në anën tjetër në raport me opozitën nuk është e gatshme të jetë pjesë e bashkuar e opozitës për të krijuar të vetëm qeverinë, por kërkon në çdo rast kryeministrin. Për të kërkuar kryeministrin dhe për të pasur kryeministrin duhet të dalim dhe të krijojmë mundësi, pra si forca e tretë nuk i ka numrat për të pasur kryeministrin. Andaj të gjitha forcat politike në Kosovë, duke filluar nga lëvizja e Vetëvendosje, por edhe partitë e tjera, duhet të kërkojnë atë që ju ka dhënë elektorati shqiptar i Kosovës, kësaj
radhe e bëri shumë të qartë se lëvizja vetëvendosje e vetme nuk do mund të qeverisë. Mirë po është forca kryesore dhe si e tillë i takon që ajo në bashkëpunim me njërin nga forcat politike të krijojë koalicion dhe të udhëheqë me qeverinë, pasi është forca e parë apo forca kryesore në. Dhe ndalemi pak tek skenaret e bashkëpunimit që ka në dispozicion Albin Kurti, se ju përmendet vetëm LDK-n dhe refuzimin e zotit Abdi Xhiku për të shkuar të paktën në takime dhe për të negociuar me zotin Kurti, se kemi edhe zotin Limaj, por ajo që po kuptojmë nga gjithë kjo situatë, se historikisht zoti Veliu e kam përmendur edhe në ditët e shkuara, jemi referuar Kosovës si shembull sa herë ka procese zgjedhore, pra si ndodhin procese, si lexohet vota, si pranohet nga palët edhe gjithçka që ndodh më pas, e gjitha procedurat që respektohen, por kjo nuk po ndodh këtë herë dhe duket se kjo lufta për karrigen që nga e edhshme dhe shumë e forca, ko bëhet edhe publikisht, do me thënë kemi postin e kryeparlamentarit, të kryeministrit edhe ato të presidentit, për cilat diskutimet do të nisin vetëm pas pak muajsh, edhe pse do të kemi zgjedhje lokale në Vjeshtë. Me thënë duket sikur të gjithë po luajnë për një post, apo jo? PDK, LDK nuk e qenë dorë nga posti i kryeministrit, Kurti nuk e ishte dorë. Po patjetër se loja për pushtet shihet nga subjektet tona politike, fatkeqësisht si shihet si gjëja më e rëndësishme edhe përkundrejt situatës politike dhe përkundrejt gjendjes aktuale politike, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon e MG. Pra po flasim në aspektin gjeostrategjik, gjeopolitika ka ndryshuar shumë, kemi në zhvillime të mëdha dhe në këtë rast unë mendoj se forcat tona politike do ishte dashur që të jenë më shumë të përqendruara rreth situatës së sigurisë dhe situatës se çfarë do vi pas. Nuk ishte rastësishme edhe vizita e Petersenit sot në Kosovë, pasi ata tani më Bashkimi Evropian është i gatshëm për të vazhduar me negociatat dhe ata po ngjesin dhe po presin vetëm shkaku i mos krijimit të qeverisë në Kosovë. Një gjë duhet ta kemi parasysh kur në tavolinë aktualisht është duke u sjellur një plan për ndarjen e Ukrainës në 3 pjesë, çfarë mund na gjejë ne si Kosovë nga administrata Trump, e cila edhe ata janë me padurim duke pritur me padurim përfundimin e gjithë procesit zgjedhor në Kosovë dhe me përfundimin e këtij procesi zgjedhor mendoj se edhe ata do të inkuadrohen në bisedimet dhe nuk do të kemi më neglizhim dhe shtyrje të njëpasnjëshme të takimeve mes të palët shqiptare dhe asaj serbe, por do të detyrohen për të arritur një marrëveshje të shpejtë, do të jetë marrëveshje e cila do të jetë e detyrueshme. Ndërsa sa i përket procesit zgjedhor të kaluarën, është fakti i pamohshëm se Kosova ka qenë shembull i mirë për gjithë rajonin në zhvillimin e zgjedhjeve, por edhe në daljen e shpejtë të rezultateve të zgjedhjeve. Ndërsa sa i përket rastit të qeverive, kemi pasur raste të tilla edhe në të kaluarën kur kemi pritur deri në 6 muaj deri për të konstituuar parlamentin dhe krijuar qeverisë. Zoti Veliu, ju kërkoj ndjes, meqense se më përmendet e vizitën e zotit Sorensen, ju ftoj që bashkë të lidhemi pak me Prishtinën, me Ideal Golën, që e kam në këtë lidhje të drejtë për drejtë, për ta pyetur pak mbi vizitën e zotit Sorensen në Prishtinë, një qëndrim vetëm pak orësh për të paralajmëruar se pas Kosovës do të thojë edhe drejt Serbisë, pati një mesazh i dërguar i BE-s, emisari i BE-s për krizën politike në Prishtinë, Ideal, për atë se çfarë po ndodh me palëve politike? Në të vërtetë ishte një deklarim i shkurtur pas takimit me zëvendës kryeministrin Besnik Beslimi. Zoti Sorensen tha shkurt se është këtu në një takim, një vizitë normale siç e konsideroi ai, në kuadër të angazhimeve të tij për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se takimet e tilla do të jenë më të shpeshta tash tutje, pasi kjo është vetëm hera e dytë që kur mori besimin për të qenë emisar i Bashkimit Evropian për dialogun. Ai gjithashtu paralajmëroi një vizitë në Beograd më njëherë pas largimit nga Prishtina, por nuk dha detaje se për çfarë është diskutuar konkretisht me zotrin Beslimi apo nëse ka ndonjë takim të paralajmëruar që mund të ketë në kuadër të dialogut, pavarësisht se ndoshta situata politike si në Kosovë ashtu edhe në Serbi nuk e premton një gjë të tillë.
nga zyra e zëvendës kryeministit Bislimi ende nuk kanë kthyer një përgjigje mbi atë se për çfarë është diskutuar në takim me zotin Sorensen. Ajo që dihet tashmë është se paraprakisht zoti Sorensen ka qëndruar në zyrat e KFOR-it, pra misionit të NATO-s këtu në Kosovë, ku është njohur për rolin dhe angazhimet që trupat e KFOR-it po bëjnë në Kosovë për të pasur një mjedis të sigurt në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Dakor, falenderoj shumë për raportimin. Asnjë fjalë nga zoti Sorensen për krizën në Kosovë dhe rikthehem përsëri diskutimit me zotin Veliu. Zoti Veliu, shumë të kujdesshëm ndërkombëtarët kur flitet për kriza të brendshme dhe zoti Sorensen ka zgjedhur të jetë i kujdesshëm që të mos përfshihet në këtë diskutim. Megjithatë, meqense ne po flisnim për alternativat edhe për këtë luftën për pushtet, ajo që kemi kuptuar edhe pse pas ktesës për LDK-n, në fakt edhe para, por edhe pas, një opcion i hapur dhe gjithë flisin për një marrëveshje mes Kurtit edhe Limajt. Por të pesë këto raundet na kanë treguar që nuk ka një aleancë mes tyre. Dhe zoti Limaj është shprehur dje. Nuk jam takuar me Kurtin, por për tema patriotike jam gati të takohemi kurdoherë. Çfarë do thotë kjo për tema patriotike? Kjo do të thotë ajo retorika populiste e politikës shqiptare në përgjithësi, pa dallim si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri. Po ja them si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, pasi para pak çastesh pashë në deklarim të zotit Berisha, pikërisht në Himar atu ku pikërisht ishte Berisha dhe Partia Demokratike që sollën një grek në krye të komunës së Himarës, ndërsa tani na shet patriotin për të bërë atë Ramës. Por duke dashur të rikthehem sërish në Kosovë, unë mendoj se zoti Limaj mandatin e kaluar nuk ka qenë pjesë e parlamentit. Pasi forca e tij politike është kurur dhe ka rënë në më pak se 3% dhe në kësaj radhe në koalicion me Aleancën për Armërinë e Kosovës ka fituar 3 mandate dhe ato 3 mandate mendohet se do të jetë të mjaftueshme për ta ndihmuar Kurtin për të krijuar qeveri. Mirë, por me sa duket, një gjë e tillë nuk është arritur pasi sipas informacioneve interne që kemi, zoti Limaj ka kërkuar postën e kryeparlamentarit të Kosovës, gjë të cilën me sa duket lëvizja vetëvendosje nuk është e gatshme të jap dikujt tjetër, po dëshiron ta mbajë për veti dhe sipas disa informacioneve jo zyrtare, thashë temave po flasim tash po dalim në aspektin më tepër spekulativ, flitet se shumë shpejt do të ndryshojë me kandidat dhe do të jetë zoti Konjufca sërish kandidat nga lëvizja vetëvendosje për kryetar parlamenti. Ndërsa në anën tjetër, zoti Limaj ka pasur diskutime dhe takime edhe me pjesën e opozitës, ku ju ka premtuar se nëse opozita është e gatshme ta krijojë qeverinë, do të jetë pjesë e opozitës. Dhe kjo ka metur në një situatë jo shumë të lakmueshme, pasi me veprimet e tij ka bërë një tradhti politike ndaj partnerit Zotit Haradinaj. Zotit Haradinaj, partnerit të koalicionit, tradhti që ka qenë në vazhdimsi njëri me tjetrin, nuk është diçka e re, ka ndodhur më herët. Dhe me sa duket është duke bërë llogaritë veta, pasi shkuarja në zgjedhje të parakoshme do të dy palët se ka shumë mundësi që zoti Haradinaj si vetëm nuk do të mund të kalojë pragun, ndërsa zoti Limaj po sa arriti koalicion një gjë të tillë e ka shumë të qartë, e është duke u sprovuar se a do ta ketë mundësinë që të jetë pjesë e një koalicioni para zgjedhor, ndoshta me lëvizjen vetëvendosje, apo të krijojnë qeverinë së bashku me Partinë Demokratike, Lidhje Demokratike, pra me opozitën. Janë disa kombinime që dhe pështjellime të politikës alla shqiptarë, që po themi, se nuk ka gjë tjetër këtu. Pra janë kalkulimet të tyre më tepër personale se sa kombëtare në të cilat thirrët më shumë zoti Limaj. Gjithsesi, po e kuptojmë që pa Fatmir Limajn Kurti nuk ka alternativë tjetër përveç asaj të dalurit në opozitë pastaj? Jo, unë mendoj se zgjedhja më mirë e kam thënë edhe disa herë më parë në intervistat e kaluara që do të ishte krijimi i një koalicioni gjithëpërfshirës, duke pasur për bazë se pas një viti Kosova duhet. Ne nuk po bijem dakord për kryeparlamentarin zoti Veliu, jo më për të ndarë një qeveri pastaj mes 3 apo 4 forcave.
Po pikrisht është ajo që kërkon vendi e jo ajo çfarë kërkojnë subjektet politike dhe individët e caktuar. Pra këtë bëhet fjalë më tepër për interesat të ngushta klanore dhe politike. Mirë po, opsion tjetër mendoj se është edhe Partia Demokratike dhe të dyja së bashku e kanë shumë lehtë të mundur zgjedhjen e presidentit pas një viti, por edhe si dy forcat kryesore do të kemi një qeveri të fuqishme e cila do të jetë në gjendje të marrë vendime të rëndësishme për çështjen e Kosovës, që do të jetë dialogu, vazhdimi i dialogut dhe përmbyllja e gjithë procesit të dialogimit. Dhe me sa duket të nuk e do as Kurti edhe as Memli Krasni, që sako nuk ka as ftesë dhe as një dëshirë për të takuar të dyja së bashku në rast të çdo skenari. Kemi pasur gjatë periudhës së verës për afrim të shumtë mes të edhe një drek. Kemi pasur jo vetëm drejt, por kemi pasur edhe lojë futbolli në mes të dy forcave politike në Prishtinë dhe qysh gjatë verës të gjithë kemi pasur të qartë dhe kemi menduar se një koalicion në mes të këtyre dy forcave është arritur dhe do të kemi krijimin e qeverisë në mirë, po me sa duket pozicionimi i faktorit ndërkombëtar kundrejt qeverisë Kurti e ka shtyrë edhe Partinë Demokratike që të tërhiqet nga ajo mundësi. Po ata tani kërkojnë që në qoftë se bëhet një gjë e tillë, kryeministër të jetë zoti Hamza. Deri në krijimin e një qeverie të re, pra të çdo skenari të mundshëm, Kosova vazhdon të paktën deri në mbajtjen e zgjedhjeve të radhës lokale, që do thotë vjeshta aktiviti të jetë me një qeveri në detyrë? Po me sa duket, kështu po vazhdojnë dhe këto përllogari duhet t'i bëjnë kryeministri, por edhe udhëhecit apo lideret e opozitës Kosovës. Ata duhet të vendosin ose të bëjnë një koalicion dhe të kryejnë një qeveri e cila do të jetë qeveri që do ta shtyjë Kosovën drejt zhvillimit, drejt arritjes të marrëveshjes, ose duhet vendosin dhe të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme në mënyrë që të mos ngelim peng i interesave të ngushta partijake. Po mund të përsëritet përsëri e njëjta sken që asnjëri nuk merr shumicën, të nisim përsëri këto diskutime dhe do të ishin shpenzime pastaj të miliona eurove përsëri në fushat, për cilët një analist që kisha një ditë më parë tha nuk e di nëse do ta ndërmarr secili prej deputetëve apo kandidatëve për deputet që shpenzoi përsëri para për fushat, me aq sa shpenzuan këtë janar dhe këtë shkurt, nuk e di do të leverdis përsëri apo jo që të shkojnë në zgjedhje. Me sa duket vullneti i lëvizjes vetëvendosur, por edhe i Partisë Demokratike është për të shkuar në zgjedhje të parakoshme, pasi siç e thash edhe më herët, Aleanca do të ketë vështirë për të kaluar prapën, pastaj Lidhja Demokratike e Kosovës ka probleme të brendshme të cilat me siguri se do të reflektohen në procesin zgjedhor dhe mendojnë të përfitojnë nga kjo për të rritur numrat dhe për të shkuar drejt krijimit pastaj ndoshta edhe të vetëm. Ndoshta do të arrijë lëvizja vetëvendosje edhe 500K që ka kërkuar në fushatën paraelektorale. E qartë, zoti Veliu, faleminderit shumë për kohën edhe për analizën edhe për skenarët që diskutuam së bashku. Faleminderit, ishte kënaqësi. Përshëndes.